të prit djalin në orë, ma bën me sy, ma bën me dorë, të prit djalin në orë. Kastrioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, se djeg flaka e se djeg baroti, shkata e ti than mali dyshe qa, me një tra. Fustanella dhe Xhamadani. Dy simbole të bukura dhe të spikatura të folklorit shqiptar. Këto veshje janë më shumë se kostume. Ato janë gjurmë të gjalla të historisë sonë, dëshmi të krenarisë kombëtare dhe simbol
i unitetit dhe forcës shqiptare, nga veriu në jug. Fustanella ka rrënjë të thella në veshjen tradicionale shqiptare dhe përdoren nga luftëtarët për të treguar urrëri, qëndresë dhe identitet kombëtar. Simbol i trimërisë së shqiptarit të jugut, i atyre luftëtarëve të pathyeshëm që vishnin këtë veshje me krenari, që në kohët e lashta. Në skenat folklorike, fustanella është më shumë se një veshje, është një flamur i identitetit dhe krenarisë kombëtare. Xhamadani, armë pa fjalë, burri se mban për zbukurim, po për ideal. Xhamadani është flamur i eshtur, që flet me burri, me gjak e me besë. Simbol i shqiptarit të veriut, trim e i pamposhtur, që me besë e nder qëndronte fort tokës, flamurit dhe fjalës së dhënë. Ne s'na mori do Cezari, jo do na marro sultani. Ne s'na mori do Cezari, jo do na marro sultani. Jo do na marro sultani. Dhe more Siç ma kanë lanë nana e mama, dëshira jeme është me ju lanë dhe fëmijëve të mi që të mbajmë gjallë identitetin tonë. Jam krenare që sot jam tu si një vajzë që përfaqëson gratë e forta të veriut, që në besim në Zot kanë rrit breza me nerë dhe me krenari.